Të dashur shikues, jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar me një tjetër bisedë tani, por shpresoj se po shëroheni bashkë me ne. Tani është koha për rrëfime nga gratë suksesshme, ku ta kemi rrëfimin e zonjës Leonora Popaj, gruaja që u rikthye në vendlinje pas shumë vitesh jetesë në Londër. Mirëserdhje, shumë kënaqësi të kemi sot në studio. Përshëndetje, jam i Gjeta, e faleminderit për ftesë. Edhe komplimente për stafin e mrekullueshëm, sidomos për Edin Smoli. Falenderojmë edhe ne gjithmonë. Kënaqësi, sepse shpesh ju kemi pa në intervista në biseda të ndryshme duke diskutuar tema ndoshta sociale, tema të përditshme, po rrallëherë duke shpalosur temat linjën e jetës suaj. Kemi shumë se çka të flasim sot, po besoj. Kemi shumë, a keni kohë? Kohë besoj që kemi sot. Si po ecin këto ditë për ju, si janë zakonisht fundjavat për juve? Fundjava ta shumë varet, se nëse jam angazhuar me ndonjë punë, atëherë fundjava është periudha më e ngarkuar për mua, se atëherë njerëz dalin dhe e shijojnë restoranet, ushqimin, atëherë do të thonë na që jemi në gastronomi. Apo hoteleria është koha më e nxonën për ne, edhe pushimet. Nëse nuk jam ndonjë projekt, atëherë kam dëshirë edhe unë me qenë një pi anës tjetër tavolinës, edhe mi pa edhe unë me shiju atë. E keni të themi kështu dhe si defekt profesional të ashat analizën, gjdo gjë është në vendin e saj, zakonisht kur del edhe për me shiju ndështë mbrëmi nëse për një darkë për vete. Okej, nëse del me mund mbrëmi, më shetu i reorganizu tavolinën. Ajo është alo, pa ja fillu me vendosh ka ko me angë, filloj mi reorganizu tavolinën me pasën visi kam dëshirë me qenë. Ajo është defekt profesional. Mande kam dëshirë mi ju largu pak edhe me mujtë mu relaksu, se nëse jam të bisedu me ty, veç jam të i pa që ka jenë të bëndë, edhe ku kam e qenë gabimi atëshëm. Kështu që nuk jetë 100% i relaksum. Po në përgjithësi si qëndrojmë me këtë pjesën e gastronomisë, hotelierisë, në Prishtinë dhe më gjerë? Për 7 vite, kom pa një progres të atashëm. Edhe pse ka qenë problem, apo është diskutim gjdo herë që s'kemi staf të mjaftushëm, s'ka staf profesional, ka mungu me siguri edhe motivimi edhe që she kom kuptu, ka qenë pak edhe problem se në trajtu shumë keshën të kalumën, në keqë përdore. Tash është një farfaze që ju ka ardhë pak ma shumë liria, me thonë, apo kërkesa për ta, dhe fillojnë pak me qenë... Me ditë vlerën e një. Po. Mere cilin do shqiptar, cilin do kosovar, që e pusoj në Anglia, në Franca, diku i janë dërpunëtor të matë mirë dhe matë aftë. Tot shqiptare që i kemi jashtë vendit në këtë aspekt? Janë super të sukseshëm. I ki vendet kyqe, Londër i ki vendet kyqe që dohem do një shqiptar, i ki për basë. Qoftë edhe në aspekti menagerial edhe... Absolutisht. Fillojnë si kamarjera, po përfundojnë si menagjera, po drejtora. Ajo të regon që i kanë edhe talent, edhe jonë punëtor, po nëse nuk jonë trajtu mirë për një kohë gjatë, normal, atëre kanë me pas një qëndrim shumë ma laissez-faire, që thojnë, ma të relaksus këto. E përmendët Francën edhe Anglinë, shpërngulja juaj e parë ndodhi pikërisht në vitin 1991 për në Francë. Kishte ndonjë arsye për largimin nga vendlindja, apo thjesht për të zgjeruar këtë pjesën e punës? Ka qenë për arsye personale. Do me thonë, nuk jam një për emigrantëve që ka dalë me ik luftës, apo... Sela s'ka pas të razira e sene, po s'ka qenë aqe modhe, po kam qenë me një lidhje, dhe e lidhje nga ka zgjat diku deri 3 vjetë e gjysë krejt procese, e kom pa që këtu nuk ka zgjedhje, dhe familja dhe unë kemi vendosë që mas mjete është mu largu për shtetit, mu distancu prej personit, dhe me kryu një jetë re. Destinimi ka qenë Francë. Jo me qëllim, po ashtu dha mundësia me shku në Francë. Thot shkut për me ja fillu nga zero me një fjallë? Nga zero, me i kjetës personale, me fillu për zero. Mi po atë jem ka ra zero gjdo aspekt. Se nuk kom qene punësume për para, nuk e kom di qa dhe me thonë puna, që si me mbjetu dhe me thonë, ka qenë një period shumë e rëndë për mu. Si ki pas në bështetjen e prindve. Shumë kohë pa kohë mas, ma ndje unë bëllën kufit, komunikimi nuk kemi pas Viberas, kemi pas WhatsApp, kemi pas
ka qenë shumë i vështirë me familje, kështu që kem bet vetëm ti edhe Gjendu. Do thotë keni shku krejtësisht vetëm në atë kohë, pa punë, pa asgjë për të rifilluar, themi kështu jetën. Me një koferë dhe me fillu pe 5-0. Edhe s'ke pas ndim, dhe me thonë ke vit mu gjindë vetë. Sa ishte sfiduese ajo pjesa në fillim, qoftë për një punësim, qoftë për të gjetë një banim, çka do tjetër ato fazat e para? Super e rëndë për mu. Unë e di, ka shumë storje tjera që kanë qenë tleta janë pranu për shteteve, ju kanë donë vend banime, ju kanë bo. Unë asë një për atëmve se kom gëzu. Kur shkova në Francë, mu dha mundësia, apo paraqitu si refugjat edhe ti japim dima, mi po ti atërë u dusha me bitu me një kompleks me plot nacionalitetet tjera, edhe ti japshin dima minimali monetare, apo ma dhanë vizën e punës, atërë ti vetë ki me pagu me banes, me rry, me ushqim, me krejto. Kështu që unë e gjedha qatë variant. Me vizë pune? Me vizë pune. Mi po, kom qenë në jug të Francës, dhe me thonë Côte d'Azur, kom mendu që këtu ka me qenë shumë ma letë për mu. Se është turizmi, po qka me bo, s'kisha profesion. Edhe më shkoj me endja mas miti është, po që kjo është me letë, a me marë pjote, mere për pozitës A, që të pozitën B, sa vështirë mundet me qenë kamarjarë, po shumë gabim kom qenë. Ka qenë më vështirë se që e keni mendu? Shumë gabim, unë kom qenë parafësisht e pregaditun, as parafësisht. Dhe me thonë, kom trokit me qindra dyre më kanë refuzu. Deri sa erdhën pikën që nuk disha mo që ka me ba. Për fatë mirë, dhe me thonë, kur erdhën fund me financa, e disha që nesër s'kam shka me ba mo, kafën isha ullë për pi kafe, se na shqiptarët pa kafes mundëm. Edhe pronarja e restoranit ku isha ullë, më ka pa që nuk jam mirë. Vërtet, kom qenë të qajtë. S'kisha ku mu këty për ndim. Edhe vjen ajo dhe e bon edhe vetit një kafe, edhe mu edhe një, dhe ullet thot ku i ke problemin. A thashti nuk më kuptan, ta po provom. E i tregova se s'kom punë, kërkur s'pom bje punë, se s'kom eksperiencë. Tash, ajo mi qeli dyrtë. Në restoranin e saj? S'ka qenë nivellit nalë, ka qenë një restoran shumë i thjesht. Mi po ma kam su zanatin, ma kam su mirë gjuhën, ma kam su shërbimin. Një 6 muaj kom qenë me te, ma ka bo ajo një CV trajshëm, me djallin e saj, e tash e gashme me shku me li punë. Si loj reference, a? Po, edhe CV në trajshëm ma ka bo, nësë kom di qka CV-a kur kom shku. Se këtu nuk u diskutej ke CV-a në kohën e komunizmi, ta po kuptan. Ata gjithë më lypshin në CV. E kjo qotë edhe me bo me djallin e vetë, mere këto dhe me këto paraqitu në punë. Edhe me një vend më kanë ofendu shumë, herën e parë kur kom apliku. Një vend në Gresko, në promenade Angle, hotel, restoran me 2 yje, unë nuk i disha që ka e në yjetë. Ja i thash asaj që aty po du me pru. Po nuk e gati se aty kam bojnë silver service, unë s'disha që ka silver service. Dhe prap shkova. Fati e deshti që më pranunë. Se tash e kisha një municion tjetër, asë nuk më kanë njoftë. Për i herës të kalume që më kanë... Keni provu, është... Po, veç ma kanë bo me dorë, dilë. Edhe aty fillova karjerën time, për herë parë kom po që ka jonë yjet Michelin, unë me ndoj që është diqka me rota. Aty i bora hapat e para, me fatë mirë, shko ku si vest fort si asistente menagjere, shpejt bohëm menagjere, mande bohëm menagjere edhe hotelit. Për një kohë super shkurt. Keni sot ende kontakt me zonjen që ja u hapi dyret në periud? Kom qenë, basim ka lind djali, Aleksandri, kom dasht me ku kom fillu, se Aleksandri kur ka lind, kom qenë në pik të karierës. Edhe veshëm ka pasin një gru të sukseshme. Po e kom marrë edhe kemi shku në Nicë, edhe kom dërgu të e Zoja dhe restoranë me po ku kom fillu, që nivellit qashtull, të është që tuja kom fillu, kom lajen, kom shi, kom bo krejt, vetëm toaleta kom la, vetëm me mbije tua, po kuptan. Po kom shku e kom pa dhe ate. Ju falem deru edhe mi tregu sa kom arrit një jetë.
Të regu që më njëherë keni pas një sukses të hatashëm në restoranin e parë pas në Nic. Krejtësisht në fillim keni mendu që ka me qenë shumë e lehtë shkaku i turizmit atje, njerëzve ndoshta që e frekuentojnë atë vend. Pastaj si vijoi eksperienca juaj atje në Francë? Që unë aty mendej kom vetëm i përfosu çdo ditë. Kom pas mbështetje të madhe pi pronarit të Negreskos, që ishte me prapavim muslimane një për shteteve Arape, nuk më kujtojtë si dhe kesi, moti ka qenë. Mande aty edhe klientela ka qenë në nivelli tjetër, edhe një ditë vjen një zoje dhe më ofron nëse mu mi punu gjatë festivalit Kanit, një muj në vit, me punu në Kanë. Detyra eme ka qenë si hostes, mi prit kur i bëshin fotografiat me paparacit, për me hinë salë, me pa premierën. Keni taku edhe yje të mdhenjët? Absolutisht, gjithë ata i kom taku. Dhe detyria me ka qenë me ullë deri aty, me marë tjetërin, mu këthy, edhe mande për after party, zakonisht jënë bo, after premier jënë bo partyt, ja i bëjke Elton John, ja i bëjke Adnan Khashoggi, u vetëm i të regojsha ku kanë qenë ku jënë të ftu. Dije që adhone e kom shfrizu rastin, kom shkun këto, që kom gjithë po pa tjetër, pëse më shfrizu, kështu që adhone kom qenë aty. Dhe në pas 5 vite karriere në Francë, shkoj me vizitu vlau në Londër, se vlau ishte vendos në Londër. Vetëm për vizit, kështu? Ideja ka qenë për vizit. Gjatë 5 viteve të parë, unë s'kom pas komunikim me shqiptarë. Sa që fillova edhe gjua më mu. S'kemi pas edhe telefonatat shpeshta për me mbaj gjuën. Dhe ku shkoj në Angli, vlau ishte martu, sa ishte martu me te, ma ndje poshtë një komunitet shqiptar. E Londra kishte një komunitet shumë të mi shqiptar. Bile u tako ishin një herë një javë, me një lokal, ku edhe ndimoshin këta të rritë kur veshin si unë, nëse po li pun, apo diqka, kam pas një ndim të madhe, shqiptari për shqiptarin, që fatkeqësisht sa do shtu. Pëlqej që ajo që edhe mu duk si mu këty në vendlindje, edhe pëse ishtë Londër. Edhe vendosa me mbet Londër. Vendosa me mu shkput për Franca dhe me ndet me qëndru Londër. Po prej Francës keni fitu një eksperiencë të mrekullueshme. Në përgjithësi, ndoshta paraqitja ose puna e grave, gjenisë femrore në përgjithësi, atje ishte më normalin e këtë fushë temi në Evropë, krahasi me Kosovë? Mbetet pakic gruja në restoranin, në kategorinë të Michelin. Ende është pakic. është pakic për arsye se punon 15-17 tonë dite. Edhe unë vetë, kur kom qenë pozitën e drejtoreshës, kom guru ka erë me punsu femra ma shumë. Se e di që ajo e ka një dit, duhet mu martu, duhet me bo fmi, duhet me qenë nanë, 17 orëshi ka me qenë problem. Që unë vetë nuk kom pas fmi deri në moshën 35 vjeqare, se s'm ka leju koha. Betet gruja pakicë, edhe si do mësë që ti punon me, përshamu me një kuzhinë temi, këm pas 16 kuzhinjerë, shefa, testosteronet shkojshin një jo normal, ti dush me pas një qëndrim shumë të fort, në autoritet shumë fort, që kur ti tush, i kërkon diçka ata me thonë, po. Me e mos me futuru filtere, ta po kupton. Se jonë edhe bajegi agresiv, jonë shumë agresiv në kuzhina Michelin. Po, në përgjithësi shefat e kuzhinës me Michelin-sare janë më shumë gjeni femrore apo mashkullore? Mashkullore, dominante. Prap dominojnë? Tepër. Kuzhinë për 30-35 vite, ndoshta, më me thonë, me si kom pas dhe femra. Edhe për shopi këtënve, që kanë arrit me qelë bizniset veta dhe me mbajt bizniset, ndoshta 5. Tjera të ndërzu se ju kam përkushtu familjes. Po në periudhën që shkuat në Londër, treguat që fillimisht vetëm për vizit, njoftuat më shumë komunitet shqiptar që prej vitesh vetë s'keni qenë në kontakt, si qëndronte në atë periudhë Londra në përgjithësi, ka Londra, Anglia, kuzhinë vetën, kështu që ndoshta njihet për restorane të saj? Kem për me dëshiru, ushqimi angles diet i kanë
një 10 ushqime i kanë që janë të njoftuna, mi po normal, tash i kanë perfekcionu, i kanë sofistiku. Në Londër ka u bo një revolucion i madh i kuzhinës, se për fat mirë, unë e kom bri me hy në atë fillim të revolucionit atë, ku kam fillu shumë ma shumë i pranu kuzhinat e pekret botës, se ka qenë bagi e limitume me ushqim Londra për para. Dhe me thonë, kam pas indian, se kanë pas kolonit të Indis, ushqimin e vetë, që ka qenë, menuja është super e shkurt, me tradicionale angleze, edhe filloj ma tepër mandimi, në bas 20-ave ka qenë edhe italiantë. Se jam italian që kanë emigru, kanë shku në Soho e kanë fillu me pru kuzhinën italiane. Po prap ka qenë zgjedhja shumë e limitume. Me Michelin, dhe me thonë, na, kur i kemi bo 2 Michelin pjedater, kemi qenë vetëm 5 në kretë Britaninë e madhe. Pra me do, gjithë Britaninë e madhe, vetëm 5. E top 25 në botë. Kjo ta shpejo spjegoj, për spjegon sa e vjetër qenkna, mos bo kalkulime, se sot i ki ndoshta 5 me një logje. Sot i ki 5 me një logje ndoshta, që i ka bilibile një Michelin, një yll Michelin. Atër ka qenë 5 në kretë Britaninë e madhe. Presioni ka qenë super, super i naltë. Po me një anë ka ka lutë edhe favor temin, se unë aty kom ujtë me marrë me implementu që ka kom su me Michelin në Francë, e kom implementu në pjedater, mandi kemi hape edhe lotë këpje, mandi kemi qenë dërtë parë që kemi kriju edhe pop-up restoranin, që mandi është bo shumë famous, me emrin Pjenu, dhe me thonë kretë kemi bet me pje. Po ashtu nuk më kam jaftu edhe pse i kom pas të ashtë 3 restorane, se cilat me ka 2 Michelin, 6 në total, kom qenë pjesëmarrëse e bordeve të ndryshme, për licencat alkoholit, në lagje, për gastronomi, hoteleri, me mbajt me ap licenca. Po, qësim pak për këto kriteret për yjet, Michelin, po, përveç ushqimit ka edhe shumë gjëra tjera që diskutohen dhe janë kritere për me fitu një yll, apo jo? E sidomos në restorane që kanë binje. Yllin e parë definitivisht është ushqimi, fokusi kryesor, edhe mandej consistency, dhe me thome qenë consistent tonë konë, se ti ki vizita prej inspektorve prej gjithë Evropës gjatë gjithë vitit. Mundet me tartë prej Gjermanisë, prej Italisë, prej Francë, prej Anglisë, dhe nivelli duhet me qenë gjithë njëjtë. është më vështirë me fitu apo me mbajt pas ta yll? Me fitu është shumë vështirë. Pak ma letë, janë letësu pak standardet tash. Për para ka qenë super vështirë me fitu. Me mbajt është një presion alo ma i madh, se tash pritet pite me e pato. E tash pritet pite me bo edhe yllin e dytë. Se nuk mund është mund dalë me të parin. Ka shumë raste që i largojnë ndonjë nëse s'kanë këtë konsistencë që përmen? Po, ka pas edhe vetë vrasje për atë arsye. Nuk kanë mujtë me u pajtu me fakt? Jo, edhe janë disa raste tragjike. Më ka ndodhur një rast kena gjetur në kuzhinë të virun, se nuk e ka marrë vërtet yllin e tretë, që ka prit ka me marrë. Jo që e ka hup. Mi po ke raste edhe në Francë që i ka hup prej 3 yllave në 2, e njifën ato raste, e kanë bytë vetën, edhe se është jetë aty në vetë. Tonë jetën e dedikon të skejet sociale, martesat janë shumë të vështira mi ba mas parti, ma ndej mi mbajt. Se partneri jëtë është gjithë ko vetë. Ti edhe nëse kryon familje, unë kom pas fatë, që i shoqi jem më kanë ndihmu shumë me Aleksandrin. Mirë po dikush tjetër kishte qëndru, anë është me të prit kur vjen shpe. Ka qenë pun pa orar gjithmonë? Pa orar, nuk dijet. Shumë rallë ko mujtë me di që unë muj me qenë mërkurën këtë vend, nuk u ditë se nëse më ka ndodhë diçka, ko mujtë me qenë atë. Telefoni ka botë në kohën. E sa të kom averzion dhe telefonave. Ta është jeni krejt jashtë saj, e? Averzion, kom dhe telefonave, se më kanë lotë telefonat edhe zakonisht telefonat kanë ardhë për lajmet këqia, apo ndë një problem, apo diçka më kanë ndodhë të Kosovë, po telefoni ka mandi u bo asocian i gjanave të këqia, jo pozitive. Dhe të ka qenë diçka që veç lajme të hidhura, pas e keni marrë pëse? Për pas,
për shembull, se më preqim atë thije, njëherë në vetë, a e ke marrë yllin, a e ke mbajt yllin. E fatmirësisht që unë gjatë gjithë karrierës time kom brimi bajt ato yje, dhe mi po çdo vjet i ki pas një ajtin stres. Ajo thirrje të mërshme telefonike, me thonë, congratulations, so I am very sorry. Po, të unë ka ndodhë congratulations, kështu që... Ke pas edhe staf shqiptar në këto restorane ka shnjora? I kom ik, kom ik shumë, se e njifsha vetën, unë jam shumë e disiplinume në punë. Ju kom frigu mundësis që nëse o shqiptare dhe mundem tash mu keq përdore dhe më qëtë pozitë keqe. Mi po, s'ka para një jave jem takun për një për menagerve që kom pas në Lot Këpje, ka qenë shqiptar, s'dija mu i me përmend emrin, Artan Përdyna, me te ko marrë rezikun, edhe ma ka shpërbly rezikun. Artanit i kom thonë, vetëm pse e shqiptar, jo me më jo 100%, më jep 110%. Më ka dhonë 120%. Dhe më ka bo krenare. Kom pas edhe një rast tjetër, a i sot është kuzhinjerën e ka restorani Mulli Gjeu, në Tiranë, Bledar Kole, ato e kom pas në kuzhinë. Bledari ka qëndu me mu, papedat e s'ka shumë kohë që jemi taku, vizit atje, është i sukses shumë. Vjen mirë kur i shon njerëz që kanë qenë si fëmijët mi, bebet mia, edhe... Tu arrit, e për shqiptarëve i kam këta dy. Mu i me tonë storja suksesi. Edhe i përqjeli. I shof që ka jem të bohala. I viziton dhe restoranet e tyre? Pa tjetër. Bile tash isha të Bledari Skaz 2 javë, në Tiranë, edhe a e vlerëson shumë mendimin tem, kam shumë respekt për te. është luftar. Dush me vizitu, Mulli Gjeu në Tiranë. Po në Londër, pastaj për sa vite zgjati krejt kjo punë, eksperiencë, para se të flasim edhe për etapën e kthimit në Kosovë? Në më thonë, pjedatere në Lot Këpje, pjenu i kom bajt 20 vite, para sajna kom qenë e kom bo një hapje të mesh, me Oliver Payton. E ma ndihëm fokusu se e kom gjetë vetën me pjedaterin, edhe u bon akcionere, edhe drejtore, edhe ma ndihëm kishe edhe interesja financiar, kështu që qëndrova aty. E ishte për një periud më të gjatë? 20 vite. Në Londër për 20 vite. Në ato periuda, vite, sa keni arë ndërshta në Kosovë me vizitu dhe me pasë si po qëndran edhe në aspektin e hoteliris, gastronomis, qoftë edhe në ato vitet e vështira? Kështu, mu mas parti 10 vite s'ko mujtë më këthy në Kosovë fare. Me thonë 10 vite nuk e kom pa Kosovën. Kur kom anë Kosovë, kom anë bas lufte. Edhe dijet në bas lufte ka qenë situatat tonë, e dim si ka qenë vështirë, ka qenë askoha me këqyrë që është restauracioni këtu, njës të kishin vështirësi me mbjetu. Mirë po, gjdo vizit kom pa përmisime. Gjdo vizit, po që ka është fenomen, por përmisimit e në shumë të shpejta këtu. Të me thonë, shkojnë, ndoshta të dikush me 10 vjetë, 15 vjetë, me arrit qatë rritje, këtu në Kosovë po bëhet brenda viti. Vetëm për 7 vite, këtu që ka ndodhë që jem këtu, për shembull. Jem po 7 vite prej që jeni këthy të ashtam? Për 7 vite, para 7 viteve, tash kur isha dhe ndërtimet, edhe restoranet, edhe niveli, është për mu krenu. Dhe me thonë, unë kom shumë shpresat më dhaja që për 10 vjetë këtu, do shta nuk ka me qenë standardi ende i Michelin, po nuk është largë. Nuk ka largë. Po si vjen deri tek puna e themi që të vlerësohet një restorant tek ne në Kosovë nga inspektorët e Michelin? Duhesh me hinë destinim. Dhe me thonë, dikush duhet me sugjeru, me thonë, ja vlen me vizitu, për shembull, unë tash nëse hapi në restoran, e din prapa vinë teme, edhe i kontaktoj inspektorë me thonë, e tash e vendosë këto e në Kosovë, në Prishtinë, këto e këto bëjë. Edhe ata mendojnë, a ja vlen marrë me vizitu ajo. Ju lajmërojnë paraprakisht për këto vizita në kudo në botë nga inspektorë? Kanë ndru edhe ajo, për para nuk të kanë lajmëru, vetëm
janë rezervu me emra të rajshëm, po tani kam fillu me të regu dhe kam fillu edhe mu ullë me ty me bisedu ku je gabim. Kjo është që është mirë, se të regon për erën tjetër ku me po përmisime. Po unë me kohë i kom njoft edhe pse i kam pas emret e gabush, trajshme, në rezervim i kom njoft. Fizikisht. Që është inspektor, për pas një anën, kur nuk e kom marrë vesh cila është. E kom kështu, inshallah nuk vdes pa e kuptu se e ka ftyrën. Rebeka, ajo është e Londrës, Rebeka edhe më ka vizitu edhe ala nuk e du cila është Rebeka. Tjertë i kom ditë gjithë, i kom njoft, mi po mande e ndrova sistemi kamarjereve nuk kem të regu, që i kemi inspektorat në tavolinën 2-4, nuk i kom të regu fare. Ju ka ndru me njëra puna stresit? Se qëndrimi dhe stresi dhe bëshin gabime matë më dhoja. Kështu që vetëm kum shku të heqef të krye kuzhinjeri, kum thonë fokusohu tavolinën 2 e kemi inspektorin. Kështu që vetëm na 2 e kemi ditë, tjerë tjo. Andoshta i kom ndru pozitat e njerëzve, ku i kom di ku e kom atë fort, kum të ju ti mere këtë seksion e ti me këtë punë, se i kom di që është personi ma konfident. Po edhe në Kosovë që 7 vite, keni pas rastin me punu edhe me ndërtu në një formë edhe një ndër restoranet më të mira që mund të kemi për momentin. Sa ka qenë vështirë ndërsa kretat përvojat, eksperiencë të fituan nga Franca, Anglia, me sjellën Kosovë edhe me implementu? Super e vështirë. Ama ndëgjë, nuk e fajsoj këtuin, as me njerëz që kom bashkëpunu, po vetën, se unë tash e kom një bagazh shumë të madh. Edhe është shumë vështirë për mu adaptu mi hek veset që i kom atje, po kuptan. Dhe ka herë kom luft me vetë, okej, ndroje e qëndrimi, po jë mësu me punu në atë mënyra, po kuptan, ma ndi po dëshproham, po s'ka me ecë, po më kuptojnë, apo edhe pse po thëmë prap, komplimente sa shumë kam përparu, mi po duhet me di që unë jam mësu me punu për shambull me kuzhinjerë që janë me renome botnore, tanë edhe është nivel krejt tjetër, s'kom nevoj me diskutu disa gjana, s'kom nevoj me mull, me sqaru, ato janë veç ditun, ajo të bonë mëra. Njësoj edhe për stafin në restoran. Bile, jënë shumë ma profesional se unë, shumë aspekte, se unë kom qenë mirë ndoshta anonën e biznisit, ku janë shifrat, investimet, cene, po në restorat shërbim, ata kanë qenë ndoshta dhe ma të aftësion. Ke pas momente dëshprimin atë periudhën e këthimit në Kosovë, keni mendu që prap, keni ende? Periodikisht e kam. Mi po mande këthejem edhe krenohom me arritje tjera që janë të vogla, se nuk e qare pa kalun këtë fazë. Tash, unë duhet me kuptu atë këto faze janë të kalume edhe duhet me pranu, vetëm ullu mas edhe shqyqa. Ka me ndodhë. Edhe po ndodhë, shpejt po ndodhë. Cile ishte arsyeja e këthimit pastaj në Kosovë, pas gjithë atyre sukseseve në Angli? Ka qenë një periudhë shumë e vështirë për ne. Shoku të e që djalin në shkollë, se tash unë kom qenë zakonisht në punë. Indjeri, ajo është marrë me Aleksandrin, të e që në shkollë, fiton zulm zemër edhe ndron jetë. Të rani ta kujtone? Fem derit. Aleksandri ka qenë e ka prej duket, se i ka vdek në dorë. Edhe kemi provu me qenë aty edhe një vjetë. Aleksandri ishte në moshën 13 vjeqara atër. Me thonë mosha delikate, natyra punës time ka kërkune me qenë jashtë shpje 15 orë, nuk ko mujtë mu pajtu që njerës staf me marit fëmin, e me mdeviju fëmin, ndoshta. Aleksandri kërkoj, aprovojmë shkem, këthejmë Kosovë, se ju ka dokt. Edhe pse na shqiptarët kemi qef mushajte, me qenë gjeloze, me bo krejt prap, jemi ma tafërt edhe vizita në Kosovë ka po që na jemi tafërt njëni me tjetrin, e kam di vetëm ma të sigurt me ardhë në Kosovë. Që kemi vendosë me ardhë një vjetë, edhe kjo ka që momenti ma i vështiri jemi, ku jem të rjek për gjitha biznisave atje. Bas 20 viteve mu ka duft me thonë goodbye. Ndër momentet më të vështira? Më të vështira, se edhe ajo ka qenë një bebe jemi, si Aleksandri. Keni kriju vetë, keni... 2 bebe i kom pas. Një mu ka duft me lanë, me dështu, pa
kuptohet që Aleksandri ka qenë primar për mu. Kështu që jemi këthy dhe mandi për çdo vjet Aleksandri mandi shkon në Tel Aviv për studime, edhe unë e kanë di vetën mami që unë në Kosovë, jo në Angli, jo në Londër. S'po di, ka mendu që jem maj sigur. Maj sigur. Se i vdiq baba, mandi frikoj ke mas më do diçka mu, jeta në Londër është shumë besi, qështu. Për momenti për to 7 vite të regua që çdo ditë po shihni progres edhe në aspektin e gastronomisë, ushqimit, ka fillu ndoshta me u zgjeru edhe ke pjesa e kuzhinave, me provu kuzhina të reja edhe në Kosovë, se të ndoshta në tonë ndër menyja që pëlqejnë për momenti më shumë. Kosovë e kom pa që e ka një influencë shumë të madhe meksikane momentalisht, se unë mendoj që jo shkoku paletës, që kemi paletën ma tepër, në shkojnë ka e djeksta, e dojmë shumë spices e sene. Fatkeqësisht nuk mendoj që alo kemi zgjedhjet mira për Thai. Unë e du Thai, kuzhinën Thai është shumë e bukur. Kemi disa vende indiane shumë të vogla që janë po kam pak probleme me furnizim mi pru melmesat originale. Po pe kuzhina italiane, ka shumë influencë këtu italiane dhe pak greke, turke. Pjesën aziatike, themi këto sushi, ndoshta pjesa krudo, sa është e sigur po? Ne kanë bo sushin. Jo, po mendoj edhe kvalitet shumë i mirë, nuk po bëj reklam për sallë këto, po është një kvalitet edhe produkteve të mira dhe puna shumë i mirë. Po, të sushit, edhe përsho që i rinia pedojnë shumë sushin. Më pëlqen që kanë ndru paleta, se për para kanë qenë, jo, nuk hajmë krudo, nuk hajmë sushi, dhe në vetë kom që një për të vetë. Po paleta e rinis ka ndru edhe është shumë e hapun për gjana të reja me pru. Në më thonë, qatë shpejt jënë të mësu, qatë shpejt e pranojnë edhe e njofin mirë, për 10 vite mundem, ndoshta edhe kemi qenë destinim për njerëz me ardhë këtu, me hangër. Po në aspekt në këtyre ushqimeve, edhe të transportit, edhe të sigurisë ushqimore, sa ka kontrola në këtë aspekt? Ja, s'ka mjaftushme, absolutisht jo. Mas parti, licenca alkoholit është problem. Unë që ka ma parë që tash, kom qenë edhe në bord për me licencat alkoholit, ti s'ke mujtë vetë me shqit alkohol. Ke vytë me arte na, me marë licencen, ke pas me kalu shumë kushte, para se mu leju ti me shqit alkohol, me konsumu alkoholin. Qof në kafeteri, qof në restoranet? Absolutisht, pa licencë s'ke gudzov me shërbim. Edhe mandej, ke pas gjitha drejta, mi thonë klientit, ke mjaft ka qenë për ty sot. Nuk e shërben mu alkohol. Këtu të motivojnë me tjep, o mere edhe një pineva, po kuptan. Pa pas në dërgjegje që aj persone ka kerin për para, ka me marrë atë kerë dhe ndoshta bondeshje. Për një përfitim minimal personal. Këto janë elemente që hinë licencë të alkoholit. Se kësha bo diçka i kësha implementu, jo gjithë kujna me liu me shqit alkohol. Numër 1. Numër 2, kontrollat e kuzhinës, do në me qenë shumë atë shpeshta, do me qenë shumë atë serioze, se shumë kushte nuk plëcohen heqë. Do është edhe elementare? Elementare. Se qërë, ato tjera të mande me shku, se për shdo veti e shtonë, e që kam pëlqen një sistemi mirë që është në Angli, e thrasin score in the door, dhe me thonë, inspektori ka ardhë, ta ka kontrolu restoranin, edhe ti ka jep yjet. Ato yjet ti ke qenë obligum me qitë të derë. Po. Standardi. Derin pas. Nëse i ki pas 2 yje, dhe me thonë, nuk e ke higienin mirë, ti ke hup konsumator, si nuk të kanë him rata. Plus ma ndje dhe nëse shkon në website, se cili e ka skorën dhe do, edhe i din që këj person nuk është i pastër edhe. Ty dhe thënë, falimenton, nëse nuk bën diçka me mbajt higjienën, kemi falimentu. Jeni për momentin duke u marrë me ndonjë projekt të ri, ndoshta që me këthy prapat eksperiencën dhe gjitha këto që me implementu dhe me një vend të ri tash? Momentalisht, jo. Në këtë moment, jo. I kom pas do projekte personale mi. Ashtu, po e kom një projekt krejt tjetër që po filloj, po nuk kam e pas punë me gastronomi. Jashta këtëra? Jashta këtër. Këtër, ndoshta duhet edhe unë pak më të rjekë, se e kom bo një mosh, e gastronomia për lyp 15 oshin pa tjetër, nëse do me bu punën mirë. E dashurisht e me të vërtet shumë kënaqësi të kishim sot në studion e fundjavës. Faleminderit për kohën.